Arben Taravari tha, vota, Gostivali do të jetë qendra e opozitës. Mashtrim, tentim për mashtrim. Gostivali do të jetë qendra e opozitës, por s'ka të bëjë me Taravarin dhe me njerëzit si ai. Se ne, duke bëni betejë dhe luftë fort politike me BDI-n, shpeshherë kemi haru kompromiset më të rënda dhe më të turshme që i kanë bën këta tjerë. Kishte diçka që në fushat mu duke se kam haru, po nuk mu kujtok. Edhe masi u kryu zgjedhjet mu kujton një fakt. Unë e di se shumë njerëz kanë haru 99%, në randin e dytë Arben Taravari si ka fitu dhe me ka bën koalicion. Se o mblu, se Arben Taravari ka bën koalicion me Mickovskin dhe me VMRO. Kush ka qenë kryetar në 2017 i VMRO-s? Gruevski. Kush ka qenë kryetari i shtabit? Mjallkovi. Ky fakt pa ndërprej më shiheshte për me mbulu atë tragun kryesor të veprimit, cili janë sa ma shumë dëmtimi për dëshës. Sa ma shumë kontribut në mundësin e eliminimit për dëshës pej skenës politike. Unë mendoj se juve këto ditë në vijim do të kesh shumë njerëz që do t'ju pyesin si të veproni me zgjedhjen. Nisoj si kemi thënë në rundën e parë. Ne u themi njerëzve se dalja dhe shkumja në zgjedhje është një mund i humbur kot. Nuk ka përmirësim.